jemi rikthyer, do të flasim siç është bërë zakon ditët e fundit për kombëtare, ndeshjen me Serbinë dhe mënyrën se si po përjetohet. Ylli Aga është me mua në studio. Faleminderit shumë Ylli. Faleminderit. Sot ka nisur emocionet apo fare? Po. Po. Ty të ka nisur emocionet që u ka dalë shorti, kam përshtypjen. Absolutisht nga ato ndeshje që shënon kalendar dhe janë të shumë pritura për çdo njërin që është i afeksionuar. Po më shkruajnë tifozët e Kombëtares dhe më thonë sapo përhape panik. Kush është smur në Kombëtare? Në informacionin që un kam, ka patur një problematik me Rejmanën, por ka qenë para 2 ditësh dhe është dashur edhe të marr serume, ndërkohë që aktualisht është mirë. Okej, se po lexoja edhe tek faqja e Top Channel që thonë që ka pasur një helmim, po është okej. Megjithatë, trajneri mund të jetë duke përgatitur një formacion pa të. Po këto detaje në fakt me alternativat që kanë në dispozicion nuk do më çudiste asnjë surprizë. Besoj që kjo do ta penalizojë, sepse të paktën 3 ditë nuk ka qenë në gjendje të mirë, kështu që do ta penalizojë për të luajtur. Bekim Balaj është me ne në një lidhje direkte. Bekim, shumë faleminderit për kohën sot. Përshëndetje, faleminderit juaj. Kur po shikoni me vajzat e stafit, sepse i kam të gjitha vajza, ndeshjen e 2014-s dhe po kërkonim ato pamjet e të tjerë me radhë, tha, jo të gjitha e ndjekin futbollin, no, ky thanë për ty, pas ka shkuar ta marri dronin I pari. Më trego pak tani si ndihesh kur I shef pamjet e atyre viteve. Them drejtën, kanë kalu më shumë se 10 vite nga jo ndeshje, nga jo natë, por që normalisht mbetet memorien e tonë si protagonist, por edhe gjithë shqiptar. Sigurisht ishte një ndeshje futbolli që I tejkaloi ato për masa, por mendoj që djemt me paraqitjen, se më thonë që I bëm pushën e lojës, por dhe me pjesën tjetër, se më thonë që nolli mbrapa me incidentin, mendoj që arritëm dalim me kokën lart nga atje. Pse vrapove ta merje direkt diçka që ende nuk e di 100% se çfarë ishte? Them drejtën është instinkt. Mund të themi që afër dhe në kohën që po zbriste më poshtë droni, arrita të kuptoj, si më thonë, ca gjona, Ismail Qemali, do të thonë Isa Boletinin, edhe në shkrimin akoma se kisha qartë, do të thonë, edhe se gërmat si ishin shkru, por që normalisht tu afru më shumë, tu bë më qartë dhe instikti, thjesht për ta marrë dhe me dëshirën për t'ia dorëzuar arbitrit katërt. Ka një foto që është kjo që ne kemi vendosur edhe në studio, ku je I pari që je goditur nga futbollistët, pastaj pas kësaj goditjes me stol, në momentin që ti po mbaje flamurin në dorë, nisi dhe përleshja, kjo është foto, nisi dhe përleshja e madhe. A kishe ndonjë ide se nga po të vinin goditjet? Jo, të ndërtën thash, mora flamurin dhe po drejtoheshe te arbitri 4, po ta vesh re edhe vrapimi është përandej. Pastaj një moment e kam kthy kokën, ishte steward, nuk e di një tifoz, nuk e di kush ishte me stol, ishte thjesht një goditje normalisht pa pasoja, por që në atë moment agravoi pastaj një përleshje edhe më të madhe. Gjithsesi mendoj që t'jem të treguar gjatë ftohtë mjaftueshëm, mund të them, mbrojtëm veten, mbrojtëm shokët tonë, mbrojtëm mund të them flamurin, idealet tona, kështu që besoj që nga jo natë, siç thash edhe herë, gjithë kanë dalë me kokën lart. Çfarë ndjesie kishe përpara asaj ndeshje? Pra që te tuneli, që ishte kaotik deri në momentin që u futut në fushë, ato minutat që u luajtën? Them drejtën, pritej ndeshje me ngarkesë emocionale, por kur s'na shkote mendja asnjë nga ne që mund të merrte këto për masa të tilla. Gjithsesi atmosfera mund të them ishte e zymt ose ishte e tillë që në aeroport që nga mritjen tonë, normalisht niveli lartë sigurie, një aeroport fise I mbyllur në pritjen tonë, pastaj masat e shtuara, si më thonë, të policisë, por që pastaj me hyrjen në stadium, me zbritjen tunel, me gurit që ngjujtën autobusit, duke afru stadiumit, duke nxjerrë akoma më shumë atmosfera. Sa vjeç ke qenë në 2014 këtu te kjo ndeshje? Në të njësh, 23 vjeç. 23 vjeç. Po pra, se doja të thëj që ke qenë shumë I vogël për të pasur aq guxim sa të marrësh flamurin, të vraposh, të zihesh me gjithë stadiumin që shanin. Dhe nxemin e kemi bë pak a shumë në mesin e fushës, pasi vinin objekte nga ana tifozëve tyne. Por mund të them s'ka të bëjnë punë moshët, apo a ishte bala, do ishte dikush tjetër, mendoj gjithë djemt e tregon heroizëm, mund të them. Thjesht
tregu më që jena. Ylli, ke pyetje për bekimin? Për bekimin, natyrshëm që kam një mirënjohje të madhe si për gjithë çunat që kanë qenë në atë ndeshje. Ka vetëm një detaj në atë momentin e dronit, që nëse ka patur një pauzë ajo ndeshje nga thirrjet ksenofobe të tifozëve, ka qenë në momentin që është shfaqur droni mbi stadium, dhe unë e them si një dëshmitar i asaj, që të gjithë janë ndalur stadiumi se nuk po kuptohet çfarë ishte. Edhe ne të parët ishim, unë personalisht që po shikoja diçka që po afrohej dhe kisha të ndjesim po tani çfarë po na sajojnë tjetër. Dhe vetëm momenti që është dalluar figura e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit, atë pastaj ishte një lloj lehtësimi që çfarë goli po u shënojmë këtyre. Edhe më pas vjen kafshëria e gjithë tifozëve, por sjellja e gjithë djemve në atë ndeshje ka qenë e jashtëzakonshme sepse nuk është asnjëherë thjesht paktën që nga udhëtimi, nga hoteli në stadium, që ti rrethohesh me ato forcat speciale që sikur po shkonim në luftë, jo sikur po shkonim në ndeshje, dhe për minutat që kanë luajtur derisa u ndërprerën. Ke bajmën ti ke qenë? Kam qenë po. Po. Dhe ndjeshe që në fillim, ë? Ndjeshe, domethënë se ne patëm mundësi të dilim edhe një ditë përpara në qytet, gjithçka normale, por nga udhëtimi nga hoteli në stadium ka qenë i tmerrshëm. Ti shoqërohesh me nuk di të numëroj forcat e policisë, makinat, mjetet e blinduara. Në momentin që hyn në stadium që dëgjoj ajo oshëtima deri në momentin e parë duke ngjitur shkallët e stadiumit dhe ju që ishit tek vendi komentit, çfarë mendonit kur po shinit që plasi grushti atje poshtë? Tani realisht në atë moment po mendoj edhe më të keqen, sepse ishte një situatë shumë ndërlikuar, shikoje njerëz që hynin pafund. Kishte diçka që ndoshta kamera nuk e sheh, po ai rrethimi i stadiumit që çaj në vende të ndryshme me tifozë që shfaqeshin. Në atë moment realisht po mendoj edhe më të keqen që por na qellojnë, po, kuptoj. Po do t'i qellojnë lojtarët, se ne në fakt ishim ajo pjesa e tribunës tonë ka qenë një tribunë e izoluar dhe ne ishim garantuar për veten tonë, por kur shikoje djemt aty ka qenë një situatë vërtet e frikshme. Ju e kuptuat çfarë ishte ajo në qiell? Po në moment që u shfaq pastaj ai ka qenë sikur shënuam gol, ky ishte se u knaqet se Zidane as një simbol të fusnit. Po edhe me bluzë të kuqe nuk lejohet të shkohet në stadium, domethënë ti qëllon dikush me një bluzë. Kur shef tani pamjet çfarë mendon? Unë çdo herë që shoh më emocionon pafund, ka qenë nga eksperiencat më të bukura të karrierës time, po them, po edhe çdo njeri që merret me këtë profesion. Keqardhje që nuk kishte mundësia për ta mbuluar në mënyrën si duhet, se ishte si një situatë lufte dhe ti nuk kishe mundësia dhe këtë. Çfarë ndodhi me origjinalin? Se su morve shkur historia. Çfarë ndodhi me të se, okay, bekimit ja morën nga dora, po ku shkoi? Ja, doktori ka dorëzuar arbitri i katërt, e kanë pas arbitrat atë. Dhe normalisht ka qenë zyrtarët e ndeshjes, pra delegati i ndeshjes që është dorëzuar. Si e bëri rrugën bekim, ku shkoi? Dhe e ka marrë doktori i ekipit, pastaj ja ka dorëzuar arbitrin. Doktor. Po mbaj mend që erdhën dhoma dhe po kontrolloshin për telekomandën e dronit çoja. Ju morën t'ju kontrollonin ju? Sigurisht e përgatitur nga NEA, jo, dhe sigur telekomanda e dronit do gjinde një nga çantat e sportistëve. Çfarë ju thoshin ju në ato momente që ju kontrollonin? Po, në daljen nga stadiumi ka qenë në korridori stadiumit dhe më moment plot me ushtarë dhe çdo çantë futbollistëve është kontrolluar. Ju thoshit gjë, komentonit, kishit njëri që ju këshillonte çfarë bëni? Ne thjesht u kujdesëm që mos fusin në gjon çantat tona që të penalizohemi më vonë, thjesht ishin të vëmendshëm. Ishte shumë e bukur pjesa që Ilir Shulku dhe pjesëtarët tjetër të stafit me xhironin çdo gjë, në momentin që bësh kontroll lojtarëve se mos ato i kanë përdorur edhe si prova faktikisht, pastaj janë dashur. Sepse ata mund vendosin diçka në çantë dhe pastaj ja pasan bër këta. E kuptoj. Ka patur edhe një detaj që në tribunën ku ishim neve, erdhën këto forcat e policisë edhe duke kontrolluar të gjithëve. Imagjino të kishte dalë pulti këty ylli. Jo, unë jo, po. Do paguaja që ta kishe pasur ti atë pult. Unë isha pranë me Olsi Ramon dhe edhe ati ishte i pari që dole në listën e takuar. Po, kam qenë taj moment që ju ofrua aty që të identifikoj dhe i zjati pashaportën e ti amerikane që u kryoj një lloj qetësie fillimisht se nuk e di si mund vazhdonte ajo lloj situate, por e kupton pra ylli që edhe kur je vllai kryeministit është më kollaj me thënë jam amerikan, shpëton më shpejt. Po ndoshta ishte edhe zgjedhje e momentit sepse në atë situatë mund percepitonte shumë më tepër pastaj. Mund percepitonte më tepër. Siç u kontrolluan edhe lojtarët, u kontrolluan edhe gjithë stafi që ishim ne në tribunë. Bekim, si ishte atmosfera në dhomën e zhveshjes pas atij tunelit që i pamjet edhe tani që po futeshit, që si ishte ti fitore apo të trëmbur apo heshtje?
Jo, të mdetën po kontaktoshim me qunat, në që se në joni do kishte në i dëmtim, në pasoj, nëse ishim gjithë në rregull, thjesht, si me thanë, sigurum, dhe nështë atë telefonatat e pare me familjarët, pasi gjithë ishin shqetësum maksimum për situatën, por që qunat ishim gjithë qetë, dhe thjesht në pritje, kemi pas disa bisedima të ndoma, kanë arë lojtarët e kombëtarës tyne, me delegat neshës për të riluitur, në afrun disa opcione, se si mund të përfundohet ajo ndeshje, por që normalisht për ne ishte pa mundur të luajmë më. Domi ishte bën në sensin e asaj dhe s'kishte kuptim që të hynim në atë fushë. E kuptoj qartë, po Ylli, po, do thojë diçka? Jo, tani për Bekimin, sa optimist është që kjo skuadër tani mund t'ja dalë ta mund në fushë Serbin? Po, them drejtën, normalisht është një ndeshje tjetër. Është një ndeshje tjetër, pavarësisht se ngarkesa emocionale do mbetet gjithmonë. Mendoj që është një grup tjetër, mendoj që ky grup ka forcën dhe cilësinë. Ne e lam atëherë e Serbin jashtë Europianit dhe besoj dhe shpresoj shumë që këto djemë t'jenë gjënje ta lënë jashtë botëror. Europian ka qenë atëherë apo botëror? Po, Europian në po, e qartë. Faktikisht dhe këcili ke më shumë pritshmëri nga kombëtarja? Nga sulmi flasë, Bekim se ti për ato mund të... Kush është Bekimi i sotëm? Nuk arritë ndaj një. E dëgjove pyetjen e Yllit, kush është Bekimi sot? Mendoj që gjithmonë ka qenë, Bekim ka qenë grupi që kemi pas gjithmonë, mendoj edhe ky grup është shumë i fortë, kështu që gjithë bashkë mund t'ja dalim. Gjithë bashkë mund t'ja dalim. Dhe një pyetje të fundit, do guxoje të bëje parashikim? Po thjesht e fiton Shqipëria? Dëshira është e madhe për një fitore, kështu që është thjesht parashikimi. Bekim, sa shpesh të ndodh të pyesin njerëz që sigurisht nuk është se të njohin, po ulen me ty për herë të parë për këtë natën që të pyet edhe unë tani? Realisht nisin pyetjet që nga ajo çaj the Pepes, vazhdon. Okej, po. Jemi te Portugalia këtu. Çaj the Pepes, pastaj normalisht gjithë kanë interes me diti qa më shumë nga një protagonist i asaj nate, domethënë. Por që, si shtash, kalojnë 10 vite, është ala e freskët. Kë ke marrë në telefon të parin atë natë, në momentin që ke pasur celularin në dorë? Noshta pak e habitur me situatën, po flishim, e mbajmend ka ardhe Sali, jam di Sali, dhe më ka thonë, meri pak ato të familjes, sepse gjatë transmitimit kishin thonë goditet bala edhe kamera ishte largu. Edhe, si më thonë, do t'jenë mërak. Unë nuk e disha, nuk isha ndjeni, si më thonë, asaj që ishte komentu. Edhe, si me thonë babën, normalisht babën, thira ishin gjithë. Keni qënë kombëtarja më me fat në histori për mënyrën se si u kthyet në heronjë që në momentin që u kthyet në aeroport. Si ishte ndjesia kur pek gjithë në aeroport? Po, të them drejtën, si shtalë Ylli, ajo neshje me gjithë që ndodhi, ishte ndjesia gjithë, ishte një fitore madhe, pavarësisht rezultatit, që në fillim në kundra dhe pastaj nuk u kthyen në vend, mendoj. Sigurisht që një pritje tillë i pasoj pastaj edhe sukseseve që arriti kombëtarja, kështu që mendoj ato eliminatore dhe me kualifikimin ka qenë përjetimi më i bukur që kena pas si grup lojtarë që kena qenë. Ora, ajo pasaporta punoi ndonjëherë se ka ngelur histori nga Andi Lila? Pasaporta kanë punu, po për fat keq... Kaskadu. Jo, për fat keq më ka humbë çanta, ka qenë një incident që më ka ndodhur në Greqi dhe nuk isha në gjendje ta bëj edhe herë ishte sa pasaport. Pasaportën diplomatike ke për fjalën, po. Po, por të çunat tash janë pajis me pasaporta të reja dhe tonat po shkojnë drejt kadencës. Po e mbyllim. Mos ke merak se deri në 2030 do i mbëje do e përdorësh, kollaj. Tani këtë s'do bëj debat me Yllin, sigurisht se e di që është kundër. Shpresoj shumë. Xhani Debiazi do na bashkohet, Bekim të falenderoj shumë. Ju falenderoj, ju përshëndes. Edhe të përshëndes.